Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salawatet dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, ju të gjithë të cilët po na dëgjoni dhe shikoni, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, enkas për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Jemi në ditën e 4 të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe jemi me emrin e radhës të Allahut Azza wa Jall. Njëjtë sikurse ditën e djeshme, jemi me dy emra të bukur të Allahut Azza wa Jall, të cilët janë të përafërt në shprehje dhe në kuptim. Dy emra të bukur të Allahut Azza wa Jall që janë të njohur për juve, është fjala për emrin e bukur të Allahut El-Wahid, që do thot një, edhe El-Ahad, që do thot I vetmi. Emri Allahut Azza wa Jall El-Wahid është përmendur gjithsej në Kur'anin famlar 22 herë, ndërsa emri Allahut El-Ahad është përmendur vetëm një herë në librin e Allahut Azza wa Jall. Këta dy emra janë nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, me të cilat emra Allahu e ka emërtuar veten e tij në Kur'an, ashtu siç e ka emërtuar pejgamberi I tij Muhammedi alayhi salatu wasalam në sunetin e tij. Emri I Allahut Azza wa Jall El-Wahid, I vetmi, do thot I vetmi që nuk ka rival, nuk ka të dytë, nuk ka tjetër së bashku me të, nuk ka si ai Jalla wa Ala. Allahu është I vetëm, nuk ka tjetër posti. Ai është I vetëm në lartmadhrinë e tij, në qenjin e tij, I vetëm në cilësitë e tij, I vetëm në emrat e tij. Është I vetmi si krijues, I vetëm në urdhrim e ndalim, I vetëm në caktim apo në qada, I vetëm që mban qiell dhe tokën dhe çdo tjetër subhanahu wa ta'ala. Ky emër I Allahut Azza wa Jall, pra El-Wahid, është përsëritur pra 22 herë në Kur'anin famlar, si për shembull në ajetin e 164 të surës Al-Baqara, ku thot Zoti Jalla wa Ala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Zoti juaj është një, Zoti vetëm, s'ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç Atij, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Dietarët kanë thënë që Allahu Azza wa Jall është El-Wahid, një, që meriton respekt, që meriton adhurim, dhe Zot I cili pra duhet të respektohet, të adhurohet pa I përshkru atij rival. Andaj Allahu Azza wa Jall është një I vetëm, nuk ka rival, as ortak, as nuk është, dhe thot, apo nuk I shëmbëllam atij asgjë dhe askush. Pastaj Allahu Azza wa Jall tha në surën Yusuf ajeti 39, ya sahibi as-sijni arbabun mutafarriqun am khairun am Allahu al-wahid al-qahhar. A janë më të mirë një mori zotash të ndryshëm që po I adhuroni ju, apo Allahu Azza wa Jall, I cili është I vetmi nga dhimbtari. Pastaj fjala e Allahut në surën Ra'd, qul Allahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahid al-qahhar. Thuaj Allahu është krijuesi I çdo gjëje dhe ai është I vetmi nga dhimbtari. Ndërsa emri I Allahut Azza wa Jall El-Ahad, një, e ka kuptimin që Allahu nuk ka rival tjetër, që nuk ka rival tjetër në krijim, në dirigjimin e çdo gjëje, që nuk I ndihmon atij askush, Allahu nuk I përngjan askujt në asgjë dhe nuk meriton të I përngjajë në asgjë, nga se Allahu Azza wa Jall është lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Askush nuk është I ngjashëm me Allahun, ai I dëgjon të gjitha dhe I sheh të gjitha subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu Azza wa Jall pra është një dhe nuk ka zot tjetër përveç Tij.
do thot nuk ngjan me askënd, as në latmadrinë e tij, as në cilësitë e tij. Për arsye kur është pyetur pejgamberi alayhi salatu wassalam nga disa pagan Mekas se si është Zoti jon, se si është Zoti jot, a është nga ari apo nga argjendi, apo nga është ai Zoti jot, atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam e lexoi surën e mirënjohur për ju, e cila surë zbriti enkas për këtë pyetje, ku Allahu tha qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thuaj ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu është një dhe i vetëm, Allahu është absoluti, të cilët i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai s'ka lindur askë, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë apo i krahasueshëm apo i ngjashëm me Allahun azza wa jall. Kjo sure ani pse në dukje e shkurtër, por sura e cila përmbledh cilësitë e përkryer të Allahut azza wa jall dhe emrat e tij të bukur, konsiderohet nga surat më madhështore në librin e Allahut azza wa jall. Për arsye ka ardhur në transmetime në hadithe se është 1/3 e Kur'anit, pra për të treguar vlerën dhe madhështinë e kësaj sure të shkurtër. Emri Allahut El-Ahad, kanë thënë dietarët, është simbol i adhurimit vetëm të Allahut azza wa jall, është simbol i shahadetit. Njeriu kur thot Ahadun ka për qëllim Allahun një, ashtu siç tha edhe Bilal el-Habashiu kur e torturuan krerët Mekas, dhe ai nuk mund të fliste më nga dhimbja e madhe, por vetëm thoshte Ahadun Ahad, Allahu është një, Allahu është një, për të treguar atyre dhe zemrës së tij se nuk ka të adhuruar me të drejtë askush dhe asgjë pas Allahut azza wa jall. Këto dy emra, pra edhe pse i përngjajnë një tjetrit dhe kanë një rrënjë, megjithatë ka dallime mes tyre. Emri Allahut El-Wahid përdoret për të filluar numrimin, thuhet wahidun ose ithnani thalatha, 1, 2 apo 3. Nëse tek emri Allahut Ahadun ndërpritet numrimi, nuk ka të dytë posti, nuk thuhet Ahadun ithnani thalatha 1, 2, 3. Emri Ahadun është më i përgjithshëm në mohim se sa emri Wahidun, sepse kur thua nuk ka në shtëpi Wahidun, mund të kuptohet se nuk ka është në shtëpi një njeri, por janë dy e më shumë. Nëse kur thua nuk ka në shtëpi Ahadun, atëherë jep të kuptohet se asnjë njeri nuk është në shtëpi. Emri Allahut El-Wahid është i vetëm, nuk ka rival, ndërsa emri Ahad është për qëllim Allahu nuk është i ngjashëm me askënd, nuk i përngjason askujt dhe askush atij subhanahu wa ta'ala. Gjurma më e madhe që këta dy emra, pra që lojnë të muslimanët, është se përfshin, do thot, llojet e tauhidit, 3 llojet e tyre: tauhidin ar-rububiyya, el-uluhiyya dhe tauhidin asma'i was sifat. Nga sa Allahu është i vetëm në krijim, Allahu është i vetëm në furnizim, është i vetëm Allahu azza wa jall në dhënien e jetës dhe vdekjes, se çdo krijesë, do thot, i nështrohet atij subhanahu wa ta'ala me për ulje dhe lloje të ndryshme të adhurimeve. Allahu azza wa jall është wahid edhe është ahad, se nuk ka fëmijë, nuk ka bashortë as që meriton të ketë. Allahu azza wa jall është i patmeta, do thotë dhe larg fëmijëve që ja përshkruajnë pa besimtarët. Tha Allahu azza wa jall: ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Nuk i takoj Allahut, pra nuk i takon dhe nuk ka nevojë Allahu të ketë ndonjë fëmijë. Qoftë i lavdruar Allahu azza wa jall, kur vendos diçka, ai vetëm thot për të bëhu edhe ajo bëhet. Andaj ata që thonë se Allahu ka rival, të ndruar agjërues dhe agjëruese, apo që Allahu ka bashortë a fëmijë, ata kanë shpifur ndaj Allahut azza wa jall, nga se Zoti xhallahu ala mohon këto gjëra kategorikisht dhe normalisht emri Ahad e ngërthen këtë kuptim. Surja Al-Ikhlas e ngërthen këtë kuptim dhe i tërë Kur'ani nga fillimi dhe nga mbarimi e ngërthen këtë kuptim. Madje dhe logjika e shëndosh dhe natyrshmëria e njeriu nuk mund të pranojë që Allahu të ketë nevojë për rival apo antar familjeje. Po ashtu kanë thënë dietarët se Allahu azza wa jalla është i përkryer dhe i veçantë me emrat e tij të përkryer dhe me cilësitë e tij e larta, si dëgjimi. Dëgjimi i Allahut është absolut, atij nuk i ka asgjë. Edhe njeriu dëgjon, por dëgjimi i tij është i mangët. Shikimi i Allahut është absolut, krijimi i Allahut është absolut,
edhe gjërat e tjera të thotë cilësitë e Allahut janë absolute subhanahu wa ta'ala. Andaj zemra e besimtarit është e qetë, është e lumtur, e mbushur me iman, besim, sidomos kur e ka besimin e drejtë në Allahun azza wa jall, i cili është el-wahid edhe el-ahad. Ndërsa e kundërta e besimtarit, zemra e idhujtarit kur nuk është e qetë, ngarkesat dhe telashet i ka shumë të mëdha dhe normalisht kjo ka ardhur, kanë thonë ulemaja, do thotë se ata nuk besojnë në Allahun el-wahid edhe el-ahad. Dikush mund të pyetet, a lejohet njeriu me emërtu me emrin el-ahad? Dietarët kanë dhënë përgjigje për tyre Ibn Kaimi rahimahullah, i cili ka thënë se ndër emrat me të cilët është ndaluar të emërtohet njeriu nga emrat e Allahut janë edhe el-ahad, pastaj as-samad, el-khaliq, el-raziq dhe kështu me radhë emra me të cilët emra do thotë i takon vetëm Allahut azza wa jall të veçohet dhe nuk i takon askujt prej krijesave të Allahut azza wa jall të veçohet me këto emra. Gjithashtu kanë thonë ulemaja se ai i cili beson në këta dy emra të Allahut azza wa jall, pra ai njeri ka me jetu me lumturi dhe me dashuri raport me Allahun azza wa jall, nga se ky njeri e lidh zemrën me krijuesin e tij, me të adhuruarin vetë drejt të tij, e lidh me atë që nuk ka shok në asgjë, me Allahun azza wa jall, i cili është el-wahid dhe el-ahad. Gjithashtu njeriu i cili beson në këta dy emra dhe i jetson këta emra, lidhet ngushtë me krijuesin e gjithësisë, nga se ai e beson atë drejt pa e shtrembru besimin, do thot në Allahun azza wa jall, por e beson Allahun azza wa jall ashtu siç i takon lart madhrisë e tij subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall pra në dunjë i fal gjunaqarët pendues, ndërsa botën tjetër Allahu azza wa jall i fal ata që kanë ndek me besim të shëndosh, me akide të shëndosh. Prej besimit të shëndosh është të besosh drejt në Allahun se është wahid edhe është el-ahad subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu azza wa jall është ai i cili i shpërblen pra krijesat e tij, prej tyre e shpërblen njeriu për shkak besimit të drejtë që e ka pas në Allahun azza wa jall, i cili Allah azza wa jall është wahid edhe është el-ahad subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu besimtari e beson se Allahu azza wa jall është një i pashosh në çdo gjë, nga sa ai është huwal awwalu wal akhir, Allahu është i pari dhe i fundit subhanahu wa ta'ala, është i pari në çdo gjë, në drejtësi, në gjykim edhe në çdo gjë që i takon lart madhrisë e tij subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu këta emra të bukur të Allahut azza wa jall na shpijojnë neve në besim se Allahu azza wa jall është një, dhe normalisht Allahu azza wa jall i ndihmon robëve të tij subhanahu wa ta'ala. Qulillahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahid. Thuaj se Allahu ka krijuar çdo gjë dhe ai është një subhanahu wa ta'ala. Pra Allahu na ka mësuar që ta kuptojmë drejt këtë çështje, ta njësojmë Allahun azza wa jall. Gjithashtu ky emër i Allahut azza wa jall ka ardhur edhe në ajete të tjera të librit të Zotit xhalla wa ala. Allahu azza wa jalla tha: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu." Tha thuaj, unë jam njeri si ju, mua më shpallet nga Allahu azza wa jall, i cili është një dhe i pashosh subhanahu wa ta'ala, përqëndroni tek ai edhe kërkoni falje te Allahu azza wa jall. Ka dhe ajete tjera në të cilat ajete pra është përmend emri Allahut azza wa jall, ose el-wahid ose el-ahad subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu azza wa jall përmes këtyre emrave na ka mësuar që Allahun duhet ta njësojmë, ta adhurojmë atë si një të vetëm, t'i apohojmë të gjitha
cilësitë e tij si të përsosura dhe emrat e tij të bukur, pa ja shtrembru kuptimin, pa ja hub, do thot kuptimin. Gjithashtu këta emra pra na obligojnë që ta njësojmë Allahun Azza wa Jall në çdo gjë. Dhe normalisht këta emra refuzojnë ideologjitë e devijuara, do thot të idhujtarëve dhe mushrikinëve, të cilët i veshin Allahut Azza wa Jall të meta, e Allahu Azza wa Jall është lart të metave, nga sa ai është Wahid el-Ahad. Pra, me neve ishin këta dy emra të bukur të Allahut Azza wa Jall të ndëruar agjërues dhe agjëruese, emri el-Wahid edhe emri el-Ahad. Lutem Allahun që këta emra të mësojmë drejt kuptimin e këtyre emrave dhe të punojmë me këta emra, të frymojmë, të jetojmë dhe të vdesim duke i besuar këta emra, ashtu siç i takon lartë madhërisë e tij subhanahu wa taala. Pra, me kaq e përfundojmë këtë ligjërat, mbetemi në shpresën e Allahut që të na pranojë ditët që kanë kaluar të agjërimit, ndërsa ditëve vijnë të na forcoj dhe të na mësoj të agjërojmë ashtu siç është Allahu i kënaqur me neve. Në takimin e ardhshëm, walhamdulillahi rabbil alamin.